Si që nga kjo jetë, politikanët tanë të dashur, deputetët tanë, dhënë kanë nga 100.000 euro për të kryer marrëdhënie intime. Dhe atë jo me femra, por me meshkuj. Ky është lajmi i Tronditës që në përputhen u dha nga një nga konkurrentët që bëri namin e madh. Do thënë një djalë i cili njihet për stilin e tij, për sharmin e tij, për bukurinë që e karakterizon, tregoi një histori tronditëse se një nga deputetët e parlamentit shqiptar ka paguar deri në 100.000 euro që vetëm një natë të flej me këtë çunin. E kuptoni ku kemi arritur? Deri në 100.000 euro paguan tjetri, vetëm një natë të flej me këtë çunin. Një rrëfim Tronditës ka bërë jehon në mediat shqiptare. Një model i njohur për herë të parë ka zbuluar se pas buzëqeshjeve dhe dritave të skenës fshihet një e vërtet e errët. Ai deklaroi publikisht se ka marrë oferta maramëndse financiare nga meshkuj të fuqishëm, të cilët kërkonin vetëm një gjë, një natë me të. Por ajo që shokoi më shumë ishte rrëfimi se mes tyre gjendej edhe një deputet shqiptar, i cili ofroi plot 100.000 euro për një natë të vetme. Dhe kjo nuk ishte e gjitha. Sipas tij, dhe prezantues dhe opinionist të njohur i kanë bërë kërkesa të ngjajshme. Shuma më të vogla, por gjithsesi kërkesa të hapura për të kaluar një natë intime. Modeli denoncoi gjithashtu paragjykimet e rënda që njerëzit përballen vetëm pse vishen ndryshe apo përdorin aksesor, duke u gjykuar menjëherë për seksualitetin e tyre. Me zërin që i dridhej, ai e mbylli rrëfimin e tij me fjalë: "Po më kanë ofruar para për të fjetur, një deputet më ofroi 100.000 euro, edhe prezantues edhe opinionist. Më kanë kërkuar të flem me ta." Një histori që ngre pikpyetje të mëdha dhe një dëshmi që tronditi opinionin publik. Tani, ky djali ka një stil tjetër të veshjes, do të thënë vishet me aksesor, me byzilika, me xhinse, më thash. Dhe deputet, personalitete, opinionist, do të thënë paguajnë nga 100.000 euro që ky të bie dakord që të flen një natë me to, do të thënë të kalojnë momente intime. Dhe kjo gjë po bën sot xhiron e rjetit, po komentohet shumë, po përflitet shumë, në një moment kur Albana Osmani, moderatore e njohur dhe një zë i fuqishëm i të drejtave të gras, foli për burneshat. Foli për burneshat duke goditur, le të themi, përfaqësuesen e LGBT-s, që Zoti ka dhënë vetëm një mashkull dhe një femër dhe nuk i ka dhënë këto të tjera që i jepni ju. Ndërsa në anën tjetër, burnesha është simbolika e malësisë shqiptare që gjithmonë ka qenë e veçantë dhe e respektuar nga populli shqiptar. Menjëherë pas kësaj goditje, djali në fjalë foli për deputetin. Tani në fakt unë kam një pyetje këtu të bëj. Deputetët kanë hyrë për të marrë vendime, për të cilë ligje të bukura, për të ndryshuar jetën e të rinjve, për të ndryshuar rrjedhojën e shtetit dhe për të avancuar drejt së bukurës, apo kanë ardhur për të bërë lek, edhe ato lekët ti përdorin për natat intime të tyre që i kanë me qef të shijojnë, për të bërë eksperimente dhe për të kaluar momentet që ato i quajnë të bukura në jetën e tyre. Dua të marr mendimin tuaj në koment.